Alba Dent, klinika dentare e pajisur me teknologjinë më të fundit të vitit 2026 ka hapur dyert në Vlorë. Pas eksperiencës 15 vjeçare në Tiranë, mjekja stomatologe Alba Arapashi vjen në qytetin e saj të lindjes, duke plotësuar një ëndër. 8 mars i këtij viti do të mbetet një datë që shënoi fillimin e shumë buzëqeshjeve të reja. Alba Dent, klinika dentare, vjen në Vlorë për të vendosur një standard të ri në kujdesin dentar. Teknologji moderne, stafi specializuar, një ambient i menduar në çdo detaj për t'ju bërë të ndiheni të sigurt dhe të vlerësuar. Në ceremoninë e inaugurimit kanë marrë pjesë shumë të ftuar, mes tyre shefi i urgjencës kombëtare Skënder Brataj, përfaqësues të shëndetësisë, miqe familjar të Alba Arapashit. Administratorja e klinikës Alba Dent thotë se ndihet shumë e lumtur që rikthehet në qytetin e saj të lindjes për të dhënë kështu kontributin e saj e për të bërë ëndrrën realitet. Në fakt kjo është një klinikë e re. Alba Dent ka qenë gjithmonë një qëllim për të bërë pjesë e jetës time. Unë jam një mjeke që operoj prej 15 vitesh në Tiranë dhe vendosa të kthehem në qytetin tim të lindjes për të hapur dhe për të bërë ëndrrën time realitet. Por cili ka qenë qëllimi në vetvete i mjekes stomatologe, administratores së klinikës Alba Dent, Alba Arapashi? Fakt qëllimi i mjekësisë është që me kalimin e viteve ti të rritesh si mjek dhe ti investosh në veten tënde për t'i dhënë shërbim pacientëve të tu më të specializuar. Unë këtë rrugtim e kam nisur nga bankat e shkollës dhe çdo vit jemi trajnuar për trajnime të ndryshme dhe sot unë jam një mjek e specializuar në kirurgji orale. Dhe për këtë jam falenderuese familjes time për mbështetjen që ata më kanë dhënë dhe vetes time patjetër që kam arritur në një nivel që kam dashur gjithmonë të jem. Pacientët ndër vite të mjekes Alba Arapashi, por edhe shumë të ftuar, u shprehen tepër optimist për suksesin e kësaj klinike në Vlorë, që sipas tyre i ka munguar qytetit bregdetar, duke sjell teknologjinë më të fundit për një buzëqeshje të bukur. Më në fund Alba Dent erdhi në Vlorë. Unë jam mike e Albës dhe paciente për shumë vitesh, sepse ajo ka qenë me eksperiencë pune se ka pasur klinikën në Tiranë dhe jam shumë e lumtur që Alba Dent erdhi në Vlorë për një risi të re në qytetin tonë dhe eksperienca e saj është domethënë shumë optimiste që Vlorës i mungon të vërtet një klinikë e tillë. I uroj shumë suksese dhe sa më lart. Jam shumë e kënaqur që mikja ime Alba sot ka hapur këtë klinikë fantastike, janë ambiente të reja, moderne dhe në të njëjtën kohë të cilat kanë përdorin teknologjinë më të fundit për implantologjinë dhe për një buzëqeshje të bukur. Dhe mund të them që është një risi jo vetëm për qytetin, por edhe për rritjen profesionale të Albës. Ju uroj shumë suksese dhe ju ftoj të gjithë që të përfitoni nga kjo eksperiencë e jashtëzakonshme e Albës, e cila ka pasur një eksperiencë shumë gjatë dhe në Tiranë dhe në të njëjtën kohë vazhdon. Shumë suksese dhe mbarësi dhe në të njëjtën kohë është edhe diçka shumë e mirë për qytetin. Mjekja Arapashi sjell në Vlorë Alba Dent me një përvojë prej 15 vjeçare që prej vitit 2011 klinika ofron një larmi shërbimesh si implantologji, kirurgji orale, protetik, ortodonci, faseta dhe trajtime estetike dentare. Alba Dent ju mirëpret në ambiente totalisht bashkëkohore të projektuara për komoditetin dhe sigurinë e çdo pacienti. Klinika tashmë është e pajisur me teknologjinë më të fundit të vitit 2026, duke ofruar trajtimet më të avancuara, më të shpejta dhe me rezultate më të mira. Një hapësirë moderne, një ekip profesionistësh dhe përkushtim maksimal për buzëqeshjen tuaj. Alba Dent e gjeni në zonën e Skelës tek ish kombinati përballë stadiumit Flamurtari.